Një ngjarje e rëndë ka tronditur fshatin në Bullgarec në Korçë, ku një 78 vjeçar është gjetur i pajet në banesën e tij gjatë ditës së enjte. Viktima Gëzim Vija dyshohet se ka humbur jetën në rrethana ende të paqarta, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet për të zbardhur plotësisht dinamikën e ngjarjes. Sipas të dhënave paraprake nga grupi hetimor, në trupin e të moshuarit janë konstatuar dëmtime në pjesën e kokës, çka ka ngritur dyshime mbi shkakun e vdekjes. Për këtë arsye, policia po ndjek dy pista kryesore hetimi, atë të një krimi të mundshëm, ku viktima mund të jetë goditur me sende të forta, si dhe pjesën e një aksidenti, ku ai mund të jetë rrëzuar dhe ka pësuar goditje fatale. Trupi i pajet është transportuar në morg, ku do t'i nështrohet ekspertizës mjekoligjore. Rezultatet e kësaj ekspertize pritet të përcaktojnë nëse bëhet fjalë për një ngjarje kriminale apo një vdekje aksidentale. Mësohet se 78 vjeçari jetonte i vetëm prej rreth 25 vitesh, pasi ishte i divorcuar. Ai kishte 4 fëmijë, 2 prej të cilëve jeton në Korçë dhe 2 të tjerë jashtë vendit. Të afërmit janë marrë në pyetje nga policia për të ndihmuar në zbardhjen e rrethanave të ngjarjes, ndërkohë fqinjet e viktimës janë shprehur të tronditur duke përshkruar atë si njëri të qetë dhe pa probleme me të tjerët. Sipas tyre, ai dhe familja e tij ishin të respektuar në komunitet dhe nuk kishin konflikte të njohura. Kemi shumë vite, jemi shumë mirë dhe jemi si familje shumë njerëz të respektuar. A ka pasur probleme me njëri? Jo, konflikte? Gjallë në botë. Hetimet vijojnë ndërsa autoritetet pritet të hedhin dritë mbi këtë ngjarje që ka ngritur pikpyetje dhe shqetësim në zonë.